Nësë jem atë kundra katolikëve, se s'muj me kënë se vllazni jem, po jem kundra qyne fazave që po mërohen më na përqo. Me mësimin e vëqicit të drejtësit të birit, e më na përqo sot në liri i tonë, po më do këtë diçka shumë rëmë. Atëherë të nderuar të pranishëm, dashur vëllezër, ju falenderojmë nga zemra për pranimin tuaj në këtë tubim paqësor dhe për guximin shtetëror që keni tregu duke ngritë zonin për shqetësimet e komunitetit tonë. Prania juaj sot është dëshmi e përgjegjësisë, e unitetit dhe vendosshmërisë sonë për të mbrojtur bashkëjetesën dhe harmoninë që kemi ndërtuar ndër breza. Shqetësimin dhe reagimin tuaj e kemi përcjellë që nga dita e parë. Kemi por një reagim të motor, institucional dhe plot dinjitet. Mbi të gjitha kemi por një zë që nuk është kundër asnjë besimi e as më pak kundër shqiptarëve të besimit katolik. Sepse me ta ndojmë të njëjtin gjak, të njëjtin gjuhë dhe të njëjtin polës të historisë kombëtare. Andaj pasi që është ditë vikendi, padosh më marr kohë, sepse secili besoj që ka dëshirë me kalu kohë me familjen e tyre ose ka punë ndryshme, e ftoj Bacin Hakef për një fjalë rasti, njeriu nga i cili e kemi mësuar tolerancën dhe dashurinë për atë dhënë. Baci Hakef? Të dashëm qytetarë, të dashëm vllazër, ju falenderoj për zemërsisht që keni marrë pjesë. Na këtu sot na mbledh me shpreh pak knaqësinë tonë, se po na bëhet pa drejt, se na orë me kërcënua kërkon. S'kemi kundra as fesë katolike, as muslimane vllazën jem. Bashkë kem luftuar, bashkë të na kem bu, vllazni jem, s'kan ku na çojnë, as kem kujçojnë. Po e na orë kundra që në farë bondave se po mënohen më na përqo. Me zvete që financohen nga okupatori sërbë Rusë, por e aty në hi, këtu shpinarës aty në hi, këtu të tërshua, kur që vesh që ajo është, ju falenderoj gjithë dhe, Zotë e bekoft popullin e Kosovës, Zotë e bekoft Kosovën, Zotë e bekoft Shqipërinë, Zotë e bekoft ushtrinë tonë, policinë tonë, veterantë gjithë, ju falenderoj shumë se keni marrë pjesë. Që ka që kom, nësë jem atë kundra katolikëve, se s'muj me kënë se vllazni jem, po jem kundra qyne fazave që po mërohen më na përqo. Këtu vesh përqorje është të bo me mësimin e vëqicit të drejtësit të birit në mushën, po mos e lejoni. Hisë, me bëjt thirë edhe katolikëve si janë katolikë, mos të lejon me hikë të fortë në mesin e tyre në mesin tonë. Hisë, asë në muslimon s'po me leju hisë. As për me lejuar ka kanjata me nërejë gure në përfusha në për jo. Jo, se e pa drejtë është, e pa nevojshmë është. E më na përqosët në liri i tonë, po më do këtë diçka shumë rëmë. Dhe si jemi të vedishëm, më të bimë pranë tyne, më që bashkan gjitëm aty në kriminellëve. Se kush që ka bashkan gjitë kriminellëve, dhe sa gjithë dallashë ka dole dhe ka me i dole. Se Zotë se duron. Zotë se duron. Ne munën më në rajt, atës më në rajnë për kush. Aja të fërtë mirë që ajem të bu. E ka që përshëndes gjithë dhe faleminderit. Ka i verdi shtëmë. Po bëjë shtash i morën. Vllazën gjithashtu, shqiptarët në shekuj e kanë dëshmuar se mund të jenë shembull i tolerancës të bashkëjetesës ndërfetare. Musliman, katolik e ortodoks shqiptar kanë jetuar krah për krah, kanë luftuar, kanë sakrifikuar së bashku dhe kanë ruajtur identitetin kombëtar përtej dallimeve fetare. Pra kjo është pasuria jonë dhe ajo që ne duhet ta mbrojmë. Prandaj çdo thirrje për vllavrasje, çdo gjuhë urrëtie, çdo përpjekje për ta kthyer shqiptarin kundër shqiptarit dhe çdo etiketim i tjetrit për shkak të besimit të tij duhet të dënohet pa ekujvok. Ai që nxit vllahun të ngrihet kundër vllahut, nuk po e mbron fen, por po e shkatron atë. Ai që mbjell urrëtin ndërmjet shqiptarëve nuk po i shërben kumbit, por po i shërben përçarjes. Po ashtu e papranueshme janë edhe përpjekjet për ta përdorur fenë si instrument politik, përmes projekteve që krijojnë tensione të panevojshme ose perceptohen si kisha katolike. Ashtu siç do të ishte e papranueshme çdo objekt fetar që do të ndërtohet si mjet për dominim politik, provokim apo përçarje. Nuk jemi kundër kishës, xhamisë apo besimit. Jemi kundër instrumentalizimit të tyre kundër bashkëjetesës sonë.
Ajo që të parët tonë ngritën me mund dhe me sakrificë, sot po testohet nga dore jashtme provokuese, dashakece, që ka për qëllim ta bërçojë vetëm gjakun tonë. Kjo përpjekje nuk është e re, është vazhdimsi e goditjeve të vjetra që nga coptimi i vilajeteve tona e deri te dëbimi qindra mijëra shqiptarëve nga Nishi, Toplica, Sanxhaku, Janina e Çamëria. Ata marrën toka, e vron njerëz, por asnjëherë nuk arritën ta thyen unitetin tonë. Shtetin e Kosovës e ndërtua me xhake me aleatët tonë, ndërsa harmoninë fetare e kemi trashëgim nga të parët tonë. Tek ne e drejta për të besuar është ngulitur në traditë përpara se të shkruhet në ligj. Ne nuk kemi xhelozi as zemrim me këtë që zgjedh rrugën e vet fetare, por të konvertohesh për të urryer tjetrin, të etiketosh vllahun tënd, ky nuk është besim. Ky është fanatizëm, ekstremizëm dhe shërbim ndaj agjendave të zeza. Askush nuk ka të drejtë ta marrë tolerancën tonë si dobësi, askush nuk ka të drejtë të luajë me ndjenjat fetare për të krijuar konflikt, aty ku shqiptarët kanë ditur të jetojnë bashkë shekuj me radhë. Historia jonë është dëshmia më e madhe se ne kemi kaluar shekuj së bashku. Kemi ndarë gëzime e tragjedi dhe kemi mbjetuar si popull pikërisht sepse dallimet fetare nuk kanë arritur ta zhdukën identitetin tonë. Sot kemi një detyrë të përbashkët, të mos lejojmë në asnjë mënyrë që ekstremistët, provokatorët apo ata që ushqejnë urrëtie të na imponojnë një konflikt që nuk na përket. Mund të besojmë ndryshe, por nuk duhet të urrejmë ndryshe. Mund të falemi ndryshe, por e kemi një atë dhej. Mund të kemi dallime fetare, por kemi një gjuhë, një histori dhe një gjak. Grupet apo lëvizjet ekstremiste që nxisin uri për përçarje nuk e përfaqësojnë Zotin, por interesat e fshehta të financuesve jashtë Kosovës. Fjalët e liga, shantazhet dhe gjuha e urrëties ndaj shqiptarëve të besimit islam nuk do të kalojnë. Në qytetin e Hasan Prishtinës dhe as në fshatrat tona nuk do të lejohet asnjë çerë dhe përçarjeje. Le ta ruajmë atë që të parët na e lanë, tolerancën, respektin dhe bashkëtesën. Një këmbë, një gjak dhe një gjuhë, dhe mbi të gjitha një përgjegjësi për të mos e kthyer vllahun kundër vllahut. Të nderuar pranishëm, pasi që e përmendim që është edhe ditë vikendi dhe secili ka punët e tij, fshatarët ndoshta kanë me punu edhe në tokat e tyre, edhe ne tjerë kemi shef me kalu kohë me familjet tona, po e shpallt mbyllën këtë tubim, ashtu si kemi marrë në mënyrë paqësore, ju lutem të shpërndahemi në mënyrë paqësore dhe nëse ka ndonjë mbeturi, nëse diçka ta mbledhim dhe mos ta lëmë asnjë këtë. Ju falenderit përzemërsisht.